ke një shans me uj, me bëj një intervistë. Okej, tu li fare artisti që më vjen me po foto. Momenti që jam unë down, mi shkatron nervat. Është idiot më vlla. Unë kur t'ja kërcas për koka ti sot këtë, më dënë sepse unë i thash 150 milionë. Momentin që prishet, ti merre vrajën, lyte. Dhe në momentin që kam hyrë me 3 metra fustan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skandaloze, e krisur, në disa raste në luftë me gjithë botën, por gjithmonë e buzëqeshur edhe në krizat më të mëdha të jetës së saj. Një aktore përkryer në gjitha situatat që jeta i servoi, e dashur dhe asnjëherë mendje madhe. Bleona krijoi brendin që gjithë fshehurazi ose publikisht e duan. Ajo ishte, është dhe do të mbetet gjithnjë një njeri i qartë dhe pa dilema. Në çdo fazë të jetës e dinte si çfarë donte. Synimi i saj ishte një dhe i vetëm, të bëhej artiste e madhe. E këtë filozofi e nisi qysh në moshën 5 vjeçare ku hyri në shtëpinë e pionerit. Ndoshta ishte pikërisht ky momenti deciziv ku ajo përqafoi për herë të parë botën artistike për të kërkuar më pas shumë gjithë jetën. Në intervista ajo është shprehur se edhe kur t'i mungon energjitë për shpërthyer në skenë siç bën sot, ai do të punojë me artistë të rinj, duke dhënë atyre nga eksperjenca e saj e dashuria e madhe për këtë fushë. Po si u bë ajo Bleona, këngëtarja e njohur edhe për te kufive? Unë nuk e di a do nga arri ajo, sepse jetës nuk e dihet asnjëherë, unë mund të vdes nesër, nuk e dihet. Por të faktën di që unë nuk do vdes me brengën në shpirt që unë asnjëherë nuk pata shansin të provoj, që unë asnjëherë nuk bëra 100% e maksimumit tim të mundshëm për të arritur këtë punë. Dhe në momentin që dashuria jote është muzika, atëherë gjërat kanë tjetër prioritet. Mjetë. Nuk është më çfarë abazhuri ke në shtëpi apo në çfarë krevati fle. Është kush je ti si person dhe a je ti i lumtur kur shkon të flesh natën. Menaxhmenti tjetër pa marrë parasysh ka qenë menaxhmenti i Rianës, Krista Schaub. Nuk ka qenë menaxhmenti i duhur për mua, sepse unë kam përfunduar dhe i kam bërë gjitha punët vetë. Unë kam shumë respekt për Kristen për 3 vjetet që kemi punuar bashkë. Por nuk mundem të jenë unë me të dhënë një ide, unë ta ekzekutoj dhe unë të marrë në telefon me thonë a bone, i se bone. Në këto kushte, unë kam qenë lezetëruar që ke pa dhe vetë në lej, që unë kam bërë gjitha gjërat vetë. Unë përgatita për intervistën tu i dhonë makinës, sepse kur s'ke kohë, s'ke kohë. Dhe në momentin që ti ke një shans me ullë, me bëj një intervistë, një radio që kam qenë gjithë Amerikën, mos syndicated program, siç edhe dëgjut, ti nuk ke shans aty me mendu çka ka me thonë. Sigurisht që në Shqipëri nuk do të kishte aq shumë të vështirë, pasi këmbgulja nuk i mungonte, dhe ishte më saktë është shumë e bukur. Ndaj duket se ëndra e saj ka fluturuar përtej oqeanit, pikërisht atje ku ndodhet sot. She is a diva. The definition of diva, she's right there in the dictionary, right next to all the other divas. It's just that nobody here really knows who she is. Udhëtimi i parë i vërtet i Bleonës jashtë shtetit ndodhi kur këngëtarja ishte vetëm 12 vjeçe. Ajo mori pjesë në festivalin e fëmijëve në Prevenza të Greqisë. E sigurisht, duke ja njohur sot karakterin këmbgulës, nuk çuditemi që u kthye me çmim. Bota i takon atij që guxon. Është një shprehje nga i madhi Chaplin. Kjo është motoja e Bleonës sot. Por teksa me ëndra shkonte çdo ditë më lart, realiteti aso kohë në Shqipëri ofronte një pamje krejt tjetër, ndoshta më të zymtën e çdo kohe.
Në vitin 1992, kur I pushojnë babai nga puna, këngëtarja njihet me realitetin dhe del nga petku I luksit që po jetonte fal të ardhurave të familjes. Megjithse fëmijërinë e saj e quan më të bukurën, Bleona kaloi ditë vështira me familjen e saj, kur deri në vitin 96 mbaheshin financiarisht nga daja. Ajo kishte aftësinë jashtëzakonshme të shkëpuste pasionin e saj të madh nga realiteti I zymt ku po jetonte. Në vitin 93 ajo bë pjesë e teatrit Skampa dhe mori rolin kryesor si këngëtar në spektaklin e ri. Aty nisi që me artin e saj të sigurante edhe të ardhurat e para. Më pas erdhi pjesëmarrja në festivalin e Dhjetorit, për tek I cili u nis si gjithnjë e vetme. Pastaj vim tek momenti I karrierës së Bleonës, të cilin brezat që kanë jetuar në atë kohë kujtojnë më së miri. Një vajzë e bukur që këndonte lërmëni dhe kërcente në skenë. Veshur me kostumin blu të cilin kishte marrë nga garderoba e TVSH-s, rekruizit e Miss Europa. Më vonë në interviste ajo tregoi se organizatorët e festivalit ja kishin ndaluar atë veshje, por Bleona bëri me kokën e saj. E vesha pa pyetur njeri dhe regjistoria Vera Grabocka mund t'i kthente edhe kamerat në tavan, por nuk e bëri. Këtu filloi mirënjohja për Grabockën. Ndërkohë dukej se në jetën e vajzës çapkëne po skalite qarta zifati saj prej artisteje. Vajzë dhe këngës Lermani na tregonin gjithçka çka do të shihni më vonë nga Bleona. E siç ishte Shqipëria e trazirave në vitin 96-2000, ashtu ishte edhe rruga drejt suksesit për Bleona. Ajo nisi koncerte para jashtë, përqau me këmbguli në tregun e Kosovës, e më vonë erdhi videoklipi I parë. Era u xhirua në 97-ën kur në Shqipëri bëhej luftë civile. Vitin 98 solli edhe albumin e parë të këngëtares që s'kish si titullohej ndryshe, përveç se Kam qejfin tim. Teksa Bleona u regjistrua në Akademinë e Arteve, një vit më vonë erdhi albumi I dytë, Nëse më do fort. Këta u pasua nga albumet e tjera, S'më bëhet vonë, Ik më so si dashurohet, nga videoklipe e nga koncerte me nga 20-30.000 veç që dinin për të parë Bleonën në përsheshe. Sigurisht, në këngë të reja në këtë koncert nuk ka, unë doja të këndoja hitet e mia ndër vite, sepse dhe mua më ka marrë malli shumë për ato hitet dhe mendoj që dhe njerëzit I ka marrë vërtet malli mbasi nuk ka shumë kohë që nuk kanë performuar ato këngë këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. Turet në për Europë u shtuan dhe albumi I radhës Ti nuk din as me ma lyp u shit në shumë kopje, në një kohë që në Shqipëri mbizotronte pirateria. Këtu këngëtarja kuptoi se Shqipëria nuk I mjaftonte. Ishte takimi me David Foster, që është personi që mund ka pru në LA, është personi që jemi takuar në Itali në 2009, nuk e do harroj kur, në korrik të 2009-s, dhe më ka thënë ti duhesh me ardhur në LA dhe duhesh me bë albumin në anglisht. Dhe unë pas 2 muajshve që kam marrë këtë valigjet dhe kam ardhur në LA. Edhe se ka menduar tipi që unë veç po vi mbasi ai për një fjalë goje më ka thënë duhesh me ardhur dhe unë veç kam ardhur. Edhe sot mbas 6 vjetësh, 5 vjetësh e gjysëm, e kam dëgjuar nga mbrapa duke thënë you're living your dream. Right? Edhe unë kam ngel sepse veç e kam dallu që është zoni ti dhe se kam mendu dhe nuk e kam besu dot në botë që David Foster mu po më thot are you living your dream? Nuk shkon si te ne që ti bën një këngë, del në televizor, përdridesh dhe bësh e famshme. Dhe pastaj fillon krahason veten me këngëtarët e vërteta. Më kupton? Kam pasur një takim me Troy Carter për 6 muajsh. Të njëjtin gjë më ka thënë ai, këngët tona janë shumë të bukura, por kënga jote nuk ka dallim nga Gaga, apo nga Beyoncé, apo nga Kesha, mund të jetë çdo njëri tjetër. Atëherë, kush është interesi I Amerikës që të dëgjoj këngën tënde dhe jo këngën e Madonnës, ose këngën tënde dhe jo këngën e Keshës. Prandaj ti duhet të kesh diçka që ty të ndan nga çdo këngëtar tjetër, që është personaliteti jot. Unë përpara 3 ditësh e kam marrë një email në orën 1 natës, kam qenë të fshin pushim, e kam marrë një email për revistës Billboard që jam numri 1 I këngëve më të shtuara në Billboard dhe unë thash ama dhe këta na lodhën, numri 1. Dhe kur kam thënë është take you over dhe jam unë, se mendova se thjesht na kanë thënë një update për gjitha këngët e artistëve të tjerë. I kam thënë telefon tash babi Shau, ky që bën promocionin, një nga njerëzit më të që bën promocionin e këngës. Tash babi, what do you mean? Jam një
ta je numër 1 në playlistën e këngëve më të shtuara nga krejt DJ-t e Amerikës. Jo, e kuptoj, po çfarë do me thënë numër 1? Ta po më falu, nuk di shqip, me ta thonë shqip po ta them anglisht. Je numër 1 në playlistën e DJ-ve, je kënga më shtuar në playlistën e DJ-ve në gjitha klubet. Fuck you, I'm famous, famous, I'm famous, I'm famous, famous, I'm famous. 2004-ta që viti kur nisi rruga e saj në Amerikë, e nuk është ndalur deri më sot. I ka nga Shqipëria sepse kisha frikë nga përsëritja. Unë bëra gjithë shka në Shqipëri, nuk ngeli gjë tjetër pa bërë. Pohoja jo në gazetat e shkruara. I'm on the table and I'm looking Për Bleonën aso kohë ëndër amerikane ishte thjesht një ëndër. Gjerimi videos Bum Bum në Miami në 2005 ishte vetëm një dëshirë realizuar për të marrë sadopak ndjesi nga ajo që merrnin këngëtarët botëror që punonin me skuadrat huaja. Pa e menduar kurrë që në ditë edhe ajo do ishte pjesë e eventeve botërore. fire truck. Here comes security. They wanna get their hands on me. Pull me off the table, make me leave. Fuck you. Oh, you're the one with all naked. Media spekulon, so there it is, baby. There it is. There it is. There it is. Jam lady me klas, unë dyher nuk flas, por jam Në vitin 2007 erdhi albumi Mandarin, promovimi të cilit u bën në Kosovë. Ndërkohë udhëtimet vazhdonin, ajo prezantohej me jetën e të famshmëve në botë, me emrat më të suksesshëm amerikan për të kuptuar se ku dëshironte të ishte dhe se asaj nuk i takonte një jetë familjare prej gruaje shtëpiake. Është shumë e izoluar, sepse jam shumë e sigurt që shumë vajza mendojnë është mirë thjesht Bleona, por në të njëjtën kohë, domethënë kjo vjen edhe me një çmim që duhet paguash, që do të thotë vërtet unë jetoj në një apartament shumë të madh në Sheraton, gjë që tek e fundit është respekt që Sheratoni ma ka dhënë sepse kanë mundur të më japin vetëm një dhomë, s'është njëri tjetër, por në të njëjtën kohë jeni një shtëpi shumë të madhe dhe je vetëm. Edhe nuk ka asnjëri fare të kati parë, dhe nuk vjen asnjëri djathtas, dhe nuk hyn asnjëri aty, dhe je vetëm ti. Kështu që unë marr pastruset, bëj muhabet kur vin ato, flas me stafin, pim kafe në mëngjes. Nuk e di, ky është stili jetës që kam zgjedh. Por në të njëjtën kohë, unë nuk kam lejuar kur si artiste që fama ime të dëmtoj personin tim real dhe të qenit person normal. Dashuria dhe adrenalina e Bleonës ishte krejt tjetër. Aty Bleona vendosi të nisë një luftë të re, krejt e vetme. E këtu hyri sërish në lojë, tipari kryesor, arma më e fortë e karakterit të saj, këmbgulja. Unë jo me emrat e njohur, të cilët e quan tek ca emrat e tjerë. Këto ishin vitet vendimtare të jetës së saj të re. Unë, duke qenë nga gjitha scars, my old scars, gjitha plagët e mia të vjetra, dhe gjitha parajgjikimet që janë bërë për mua në Shqipëri, në Kosovë, në revista, flasim domethënë për një Bleon që njerëzit e kanë qujtë kur unë isha akoma e virgjër. Është e vërtet. Ndoshta jo çdo kush ka mentalitetin dhe guximin ta pranoj, por është e vërtet. Sigurisht unë duke marrë gjitha plagët e mia që njerëzit më kanë paragjykuar jo me të drejtë në 99% të rasteve, vendosa, thashë disi është puna, unë do ikin në LA, edhe unë do bëj me famshme, pa ndihmën e një mashkulli afër meje. Dhe kur unë të arrij atje ku dua në karrierën time, atëherë unë pastaj do merrem me jetën private. Aso kohë këngëtarja nis të bënte pushimet e saj në bregdetet më luksoze në Saint-Tropez, përkatësisht në jatin e Roberto Cavallit, aty ku edhe nisi gjithçka. U njoftua me jetën e re, me avionet privat e jat luksos. U dashurua pas gjithë kësaj, e njëherë shkuptoi që me karakterin që ka nuk do ta ketë kurrë mundësinë të jetë gruaja apo e fejuara, pra plus nishi i dikujt tjetër. Kështu që në bisedat mes mesh tregonte për vështirësitë që kalon e që duhet bëhet vetë një njeri që ka jatin dhe avionet të saj. Një ëndër akoma më e çmendur se fama në Amerikë. Me këto ide këngëtarja kthehet në Tiranë dhe i thot babait të saj Nazmiut
Më duhen $5 milion të ikin në Amerikë dhe t'i futen punës seriozisht. Nazmiu qeshi dhe i tha: Por Bleona, edhe pa $5 milion që i duheshin nuk nis drejt tokës së premtuar dhe nuk vonoi koncerti që ndryshoi gjithmonë jetën e saj. Në vitin 2008 ajo këndoi për Donald Trump në klubin privat Mar-a-Lago dhe i kërkoi ta prezantonte me Timberland. Pikërisht këtu zëfill një periudhë disa vjeçare takimesh e njohjesh, duke investuar në bankën e favoreve, më shumë se sa në villa e makina. Very beautiful and shiny. Spin it, girlfriend. Bleona u ritakua me Trump në zyrën e tij në janar të vitit 2009, ku i kërkoi ta prezantonte me Timberland. Në shkurt Trump e prezantoi me David Foster. David e ftoi atë në Grammy, ku e prezantoi me Timberland. Well, hello everybody. My name is Bleona, for whoever doesn't know me yet. Check her out. My first album in English is finally done after 8 albums that I have in Albanian. I'm an Albanian singer. Pas këtij tapeti, këngëtares ju mbush mendja se kaq u desh për të prekur famën, por jo, me gjithë vetbesimin e saj, këtë herë as këmbgulja nuk i bëri punë. Bleona arriti të futej në studion Hit Factory, ku në atë kohë punonte muzikanti i famshëm që mund ta shndronte në yllin e ndërruar për të marrë një jo të thatë. Timberland dhe refuzoi për të vetmën arsye. Shprehjet e saj të drejtuara një personi aq të rëndësishëm në industrinë muzikore botërore nuk ishin të duhurat. Bleona po harronte një detaj, nuk ishte në Tiranë, por në vendin që askush nuk e kishte idenë më të vogël për të. Gjithë ato sakrifica që kishte bërë për të arritur deri atje, dhe ai e refuzoi. Edhe Bleonën, jo gjithnjë ka ndihmuar puna dhe përkushtimi. Ka ndodhur që bukuroshës në momente të caktuara, fati t'ia kthej mundin, duke ia shumëfishuar forcën për të ecur përpara. Nuk dim të themi se çfarë ndodhi në kohën e të suksesshmit Timberland, një javë prej ditës ku refuzoi artistën tonë, por mendimi i tij ndryshoi, e bashkë me të edhe rrjedha e karrierës së saj. Një tjetër tipar që dallon Bleona Qereti nga njerëzit e tjerë dhe që shpesh ditë prish punë është fakti që ajo nuk pret. Fjala sabër për të nuk ekziston. Nuk e përqendron kohën dhe jetën e saj tek një përgjigje e mbetur pezull. Ajo vazhdon më tej, duke bërë gjithnjë shumë më shumë. Teksa një artist tjetër do të thoshte çdo ditë po pres një përgjigje të rëndësishme. Bleona ka ecur shumë milje tutje. E nëse e keni parë në vende luksoze teksa relaksohet, qëllimi i fundit të saj ka qenë të bëjë pushim. Bleona bënte pushime luksi, por me synim të fshehur, shumë të rëndësishëm. Në vitin 2010, Bleona debutoi me këngën e saj të parë në anglisht Show Off, ashtu si dikur, kur pas këngës në festivalet e Tiranës, ajo kishte bërë pa e kuptuar pjesën më të madhe të rrugës për të bërë një yll i Shqipërisë. Historia u përsërit. E pam çdo ditë më shumë në tapetet e kuqe, më të rëndësishëm të botës, si ai jam fare. Lexuan për të shkrimet e para të mediat e huaja dhe njerëzit në përbot nisën të prezantoheshin me bukuroshën shqiptare që ne e njehnim mirë. Pop song, and as I said, this is what I've done my whole life. Në vitin 2011 ishte prezantimi i parë me Amfar, që është eventi më i madh i kinematografisë kundër sidës. Çdo vit, nga 2011 deri në 2016 ishte pjesëmarrëse në Amfar me emrin Elise si Bleona, ndërkohë që të tjera që nxjerrnin foto në rrjetet sociale shkonin si +1 dhe po të shikosh listat, emri i tyre nuk do figuron askund. E kam pas pak atë kështu jam pak si busy si person, po mundohemi të mbijetojmë. Sorry haters. Kështu erdhi viti 2012 dhe gjërat kishin marrë rrjedhën e tyre. Ajo publikoi këngën e saj të dytë me producentin Timberland Pass Out, ku ai ishte mendja dhe zëri në pjesën e rap të singlet. Në këtë kohë besojmë të gjithë e kujtoni koncertin e saj në qendër Tiranës, ku artistja këndonte veshur kuqezi. Bleona promovoi këngën e re në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Itali, Gjermani me një tur madhështor prej 30 deri në 50.000 veta në çdo koncert. Ishte rikthimi i parë i saj në Shqipëri si këngëtare me famë ndërkombëtare. Nga kënga e fundit në gjuhën shqipe, tani më kishin kaluar vite.
Realisht kam një projekt shumë të bukur që titullin sigurisht nuk do ta them se do ta lë surprizë për kur dali kënga. Unë sa herë vi në Tiranë kam thënë në intervista të tjera, më kap nostalgjia. Pse ta le tregun këtu? Jo, duhet vi këtu, duhet bëj koncerte, duhet bëj këtu, duhet bëj atë. Duke qenë që kam pak agjendën e ngjeshur me filmat në Amerikë, mendoj që gjatë verës filmat do jenë duke montuar dhe do jenë duke përgatitur për të dalë në vjesht. Unë besoj që kam gjithë verën kohë për të marrë me koncertet në Tiranë, Kosovë, edhe gjithkohë ka shqiptar, kështu që pse jo, mendoj që ndoshta në qershor do nxjerrë një këngë që do të gjysmë shqip, gjysmë anglisht sigurisht. Por në të njëjtën kohë do të nxjerrë edhe këngën anglisht për tregun dhe personaliteti i çmendur alla Gaga si Bleona që e njohim ne. Pas rolit në film e me dashurinë e pasbehur për muzikën, Bleona ju bashkua një grupi që do të formonte brandin Bleona. Prezantime me Krista Schaub, Eric Allison, grupi i Rihanës nga 2005 deri në 2010. Në vitin 2013 ishte realisht dhe fillimi seriozisht i punës së saj si artiste për ndërtuar themelet e një brendi të vërtet, Bleona Brand. Një artist sot shet si brand, jo si individ, ndërkohë që Jay-Z e kësaj bote, drejtorët e kompanive të muzikës janë shumë të mëdhenj për këngëtaren dhe nuk kishin kohë të merreshin me ta. Ajo vendosi të takoj persona që ekzekutonin planin e Jay-Z-ve. Krista dhe Eric ishin pikërisht ekzekutuesi dhe Bleona ishte komplet sfungjer, që thithte çdo gjë që bëhej rreth e rrotull saj, që të kapte të fshetën e sistemit. Krista është gjysma tjetër e imja, është motori, është momenti që jam unë down, Krista është up, momenti që jam unë up, Krista është down, do me thënë ne jemi në perfect sync me njëra tjetrën, sepse në momentin që s'jam në sync me të, është e kot, makina s'funksionon. Shqyqyr që kam Kristin, jam shumë grateful. E shikon që duhet burri shqiptar? Pak të flasë shqip në stop. Teksa në Shqipëri u pa qytetshëm lajmi që Bleona këndonte në koncerte për homoseksualët, artistja zbulon se ky vendim ishte pikë kyçe e një strategjie të mirë menduar. Në mars të 2013 u publikua kënga e tretë, Without You, dhe filloi rekrutimi i fansave gay. Fansat gay janë të nevojshëm për një pop artist. Janë pikërisht baza e fansave të muzikës pop. Ata nuk kanë familje dhe obligime, kështu që janë pikërisht ata që blejnë albumet muzikore. Në performancën e parë në White Party, festivali më i madh i gayve në Amerikë, nisi Bleona Brand. U hoqën video shqiptare nga YouTube, u bë seti fotografik me Winston Peters. Pas shumë netëve pa gjumë dhe diskutimeve me grupin e menaxhimit, filluan të vënë në pa pikat më të forta. 1. Europiane. 2. E bardhë. 3. Personalitet të çmendur të një popstari. Nuk vënoi kënga e katërt që dolën shtator të po këtij viti, Take It Like a Man. Bleona vendos për një periudhë në Londër dhe pas një fushate kënga arriti në vendin e 7 në playlistat e klubeve në Angli. Aty Bleona u intervistua në për të gjitha radiot e mediat britanike dhe me këtë triumf vjeshta e gjeti sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhesh me shku dhe me bë pres në të ndryshme të botës, duhet me qenë e pranishme në mediat e ndryshme të botës, që ata të kuptojnë që ky personi që këndon filan këngë edhe ekziston. Atje priste debutimi si këngëtarja kryesore në Las Vegas Pride. Kështu edhe 2014 ku zyrtarisht në Shqipëri është viti ku u shkrua më shumë se kur për Bleona Qeretin. Për shkaku, ajo mori pjesë në një reality show me emër Heroes of Hollywood. Gjatë kohës që është transmetuar show në Bravo TV, Bleona thoshte se ka shitur 1 milion singla në det, të gjithë ishin nga Middle America. Kjo ishte dhe shtresa e parë e fansave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty u ftua për herë të dytë rresht këndoi në White Party. Më pas u bë American Music Awards dhe për fstan e Bleonës foli gjithë bota. Ndërsa në trojët tona nuk u shkruajtën vetëm artikuj, por u bën edhe emisione televizive. Për Bleonën qëllimi ishte arritur. Në të kundërt apo jo? Pa dyshim. Si? Sepse kjo ç'është e shihesh. Ajo që pëlqen mua aty nuk pëlqen. Duke ditur që në fillim që fustani do bënte buj, ishte me kohë i futur në ankandin e shkurtit të Music Ears.
event bamirësie i AIK-s së Hollywoodit. Tani që më mbeshur në Enes, dhe të shifet sonte, do më shpresoj që do të bëjmë shumë para. Pa po mendon. Nuk e di, po shpresoj sa më shumë. The dress is very naked, so shpresoj sa më shumë. Kjo ka qenë e paramenduar prej nëntorit dhe prandaj do më kam mbeshur atë stan. Po nuk kam qenë e autorizuar të flas në media deri tani, deri në këtë moment. 3 ditë më vonë e mbajti koncert në Los Angeles në Greystone Manor, një nga klubet më ikonë në LA dhe u lançua singli i parë Fuck You, I'm Famous. Në këtë koncert erdhën të gjithë paparacët. Në një qytet si Los Angeles që ka aq shumë aktivitete, saqë gazetarët e paparacët janë shumë selektiv dhe nuk i mbulojnë dot gjithë aktivitetet që ndodhin në një ditë, ishte arritje kjo pjesëmarrje. Koncerti këtu ka qenë presion i madh sepse është LA. Dhe unë kam ftu menaxher dhe agjentët më të mirë në Hollywood nga lista ime telefonit që i kam personal dhe i kam ftuar në këtë koncert. PR-i im ka ftuar në këtë koncert, kanë qenë 629 persona që janë ftuar në koncert. Dhe ka qenë presion shumë i madh sepse e para nuk janë fansat e mi, janë njerëz që akoma nuk më njohin. E dyta, skuadra që ka qenë nuk ka qenë njerëz dhe mi, ka qenë Tina dhe Krista me mua, po DJ, unë me DJ-n sa u takova aty, dhe në momentin që ai tha, unë nuk jam the sound guy, nuk jam personi i soundit, unë thjesht, do të thënë, miksoj këngët, mu veç më ka prish ftyra, sepse nobody cares, sepse deri në momentin që ti nuk je këtu superstar, që që ata me të njoftë kush je dhe me kën kam punë, nuk e intereson. Ajo zgjodhi të rikthehej në vendlinje për të qëndruar jo pak. Bleona zgjodhi të jetë antare e jurisë së X Factor duke qenë kjo edhe një patentë ndërkombëtare. Ky vendim mbante me veten një tjetër strategji. Njerëzit të cilët ishin 10 vjeç kur Bleona largoi nga Shqipëria tashmë janë bërë 20 dhe përdorin të gjithë Instagramin, ndaj duhet të njohin se kush është. Kjo ishte pikërisht filozofia që po e shoqëronte qeretin. Në LA kam gjetë Vera Grabockën që ka ardhur deri atje për të më bindur mua, për të më prur në Your Face Sound Familiar, duke thënë Bleona, ti duhet të vish Bleona, ti nuk e kupton çfarë magjie do të bëhet atje këtë radhë. Si Vera që flet, cilën unë e falenderoj vërtet shumë që më ka ftuar në këtë spektakël, sepse vërtet po kënaqemi shumë, nuk ka qenë si X Factor. I like that because that builds the drama. Yeah, okay. So that's what I'm saying. There's a you bring out the monster in me. Boom, bam, ba ba da ba ba bam, ba ba da ba ba bam, with no rhythm, with no drums, and then the drums enter on the second bar. Boom, ba ba da ba ba bam. You understand? Only 2 bars, and then I start. Let my love take you over. Does it make sense? Boom, ba 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 bam, and then I turn around like you don't understand. That my class. You know what I mean? Right, okay, 2 bars. Atëherë, edhe njerë, si që dini, është një ditë shumë e lumtur për mua, është fryti i 5 vjetëve të mia punë nën tokë, do ta thoja, dhe më në fund gjërat kanë dalë në sipërfaqen e ujit. Kënga ime lançohet sot në iTunes, 18 shtator nuk do harroj kurrë. Përpara 3 ditësh kam marrë një email nga revista Billboard që kënga ime ishte numri 1 në këngën e në top listën. Një keq jam shumë emocionuar. Në top listën e këngëve më të shtuara dhe nuk e di. Më thënë unë e mora emailin dhe se kuptova që ishte për mua. Kështu që vendosa të vinë në Shqipëri dhe t'jap këtë press conference. Na falni. Shtatori një viti më parë Bleona e gjeti në një sallë të hotelit të Sheratonit, teksa fliste përballë gazetarëve shqiptar. Ai ishte bërë gati një këngë të re dhe kishte menduar se ta promovonte kudo me ngolme për kushtem përfshi Shqipëri. Doli në treg Take You Over, shoqëruar me videoklipin që shfaqsi një Bleon yll dhe në vetëm pak javë u pan shifrat më të mira në karrierë jashtë vendit të këngëtares. Take you over, let my love take you. Take You Over u rendet e 3-ta në Billboard në vendin e 14 në Gjermani, e 22-ta në Australi, e 5-ta në Itali, në vendin e 28 në Zvicër.
në Greqi e 11-ta, e 4-ta në Bullgari dhe në vendin e dytë në Kroaci. Puna me njerëzit më të quotuar në treg, krijimi i skuadrës të saj, ku ajo është vetë CEO, dhe artiste e ka bërë Bleonën edhe më të fortë. Jo më kot, Forbes i kushtoi një artikull si artistja e parë e vetë financuar. Did anybody try to accidentally brush up against you? Por nuk është vetëm kaq. Paralelisht me punën për muzikën, ajo punoi për të krijuar një markë mode. Çdo gjë Bleona tashmë gjendet në www.shopbleona.com. Të gjitha këto e quan personazhin më të sinqert të showbizit tek të qenit një brand. Si që e dini, unë kam shumë qef jetën luksoze, kam bërë gjithmonë një jetë shumë luksoze, sigurisht dhe kushtet që ne kemi pasur më para. Unë e di që për shembull të njëjta pantallona të shkurtra që unë vesha në 96-ën, nuk ishte si ato pantallona të shkurtra. Domethënë unë kam qenë gjithmonë një hap përpara kohës, me gjitha mundësitë që ne shqiptarët kemi pasur. Sigurisht që everybody loves the concept of billionaire. Sigurisht unë nuk mund me qenë billionaire, but I can definitely be a Bleonaire. Sepse unë mund me bëm stilin tim, në mënyrën time, jetën që kam zgjedhur unë, dhe I can afford it. So, of course, I want to be a Bleonaire. I'm the first Bleonaire. Dhe gjithë fansat e mi që do më ndjekin mua do t'jenë the Bleonaires. Në botë ka këngëtare, ka artista, ka diva, ka dhe brende. Barbara, për shembull, është brand. Ka 30 ditë që nuk kanë nxjerrë asnjë këngë të re, por biletat i ka $1.000 dhe koncertet i ka sold out. Ndërkohë që një artiste si Kesha është thjesht këngëtare. Në momentin që nuk bën më këngë të re, harrohet. Ky është ndryshimi i njëjtin ritëm. Të japësh verdiktin tënd. David ta prek bysën zemër, po pasi ti të thuash dy fjalë. Po zemër vete kam bërë atë vjen avion duke ardhur nga Milano, kam qendisur me doçkat e mia. Mos flasim dy në një kohë. Ç'lexon atje, Bleona? Atje, përdorem fjalë, atje të vërtetën. Unë kam pasur me Ivën një marrëdhënie shumë korrekte. Jam shumë e zhgënjur nga emisioni i Nëndorit në Opinion për mënyrën se si sjell me mua, sepse unë mund t'i fal një koment një ignoranti në Facebook, nuk ka problem sepse nuk më njohin. Apo pastaj kokashtës, ç'është ajo? Luarasi, sepse ajo nuk më njeh. Ajo ka një Kush është Luarasi? Po ajo kokashta që duket si kokashta s'ka çfarë kështu. Tani, ajo nuk më njeh. Ajo mua më njeh nga pasqyra që ka bërë media për mua. Dhe unë asaj ja falë, sepse nuk më njef. Por Iva Tiço, që mua më njef personalisht, që e di ambicien time, që e di zyrësin time, talentin tim, çdo gjë dhe sidomos sakrificën time që unë kam bërë, sigurisht unë do zhgënjem. Sepse nuk është një njeri që nuk më njef. Dale, i sekond. Të lutem. Dale, do bëjmë bisedë apo jo? Doli tek Fevziu dhe unë zhgënjeva. Dhe unë akteva përgjigjen tek Fevziu. Tashti, mbas Fevziut shkon dhe bën një status ajo, nuk është që unë hedh gurin dhe fshet dorën, jo me mua. Lëre malli bëj palestër, ka thënë Iva. Gjë që unë s'kam bërë. Po një sekond ta mbaroj. Kështu sta shajnë me nderen, ka thënë Iva, dhe pranoj moshën se nuk ka gjë të jesh 37 vjeç, megjithëse je vonë por në Amerikë. Prit, s'e ka thënë as kurv, siç e ke thënë ti. S'ka pse të më thot kurv se unë nuk jam kurv. Po ti pse i ke thënë? Sepse është kurv. Po ti pse i ke thënë? Sepse është kurv. Po ti pse i ke thënë? Sepse është kurv.
Si e njefti? Është normal më e njoh. Po mos ja fut kohë i Sepse patishëm. kur bë ke 37 vjeç, pas ke një memorie fantastike dhe të vikan të gjitha gjërat në mendje ti Arian. E fundit ishte përgjatë kohës sapo qëndronte në Shqipëri kur u shfaq në emisione të ndryshme duke treguar për të hollat që ka nevojë për të vazhduar karrierën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 5 milion shqiplionës po pushtonte çdo medium. Do që i martova po, unë të dua më shumë se çdo gjë po. Marry me. Guarda Marchetta, io uno quando sto me ndodhi një Castro. Jo, një se duke kam po. Si Castro para dhe pas kredis, po ja paramendoja vetë si mund të jesh. Në një darkë shumë serioze që unë isha duke folur për karrierën time që më duhet kjo dhe më duhet kjo dhe më duhet kjo. Rozana veç ka shkut nesërmen edhe ka imitu kështu live dhe unë jam skandalizu sepse ajo ka qenë muhabet tavoline dhe është muhabet shumë i ngushtë i njerëzve shumë ngushtë tretit tim, nuk ka qenë muhabet për me u marrë në televizor. However, gjithsesi e ka ngatruar Rozana çmimin se ka qenë 20 çmimi real, nuk ka qenë 15. Megjithatë unë sigurisht do ta kaloj me qeshur atë moment sepse nuk dija tjetër çfarë thoja, por është real fakti që këto, domethënë është një shumë e nevojshme e parave për të bërë gjërat në nivelin që dua unë t'i bëj, sepse gjithë këto Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, njerëz që i shikoni që janë ndërtuar si brende të muzikës botërore, nuk janë bërë pa gjë dhe nuk kanë ardhur nga asgjëja, ka qenë kompania e muzikës që ka investuar të njëjtën shumë parash që këta njerëz të dalin. Këngëtarja dikur ishte zonja Bardha, të paktën publikisht. Edhe pse asnjëherë ligjërisht ajo nuk qëndroi e martuar pranë biznesmenit shqiptar në Amerikë, Gani Bardha. Me atë po jetonte e si bashkëshortin e saj po e paraqiste kudo. Mirë po kjo martesë nuk funksionoi gjatë përkundër ndjenjave të dy palëve ndaj njëri tjetrit. Në mediat tona lajmërua se këngëtarja u nda në muajin maj të 2014-s. Gani tha, shiko se unë do të bisedoj një muhabet shumë serioz me ty. Dhe unë e thema me qeshën të çfarë divorci, bjerë letër. Ja kam firmos para syve. Dhe çdo njeri që ka dëgjuar për këtë punë, absolutisht ka ngel pagojë. Unë se kam bërë këtë punë për skandal, me dalë pastaj me folën për gazeta. Nuk kam bërë këtë punë që me thënë, më shikoni ju mu. Unë kam bërë këtë punë sepse është e drejta dhe ashtu siç ka qenë e drejtë para Zotit me vepru. Sepse tek e fundit ai njeri vetëm më ka ndihmuar në jetën time, vetëm më ka mbështetur në jetën time dhe unë kam një respekt dhe dashuri të jashtëzakonshme dhe unë Allah muj me të vra për Gani. Nuk është, ne nuk jemi nda me keq. Më kupton? Edhe është më e vështirë kur gjërat nuk ndahen me keq, sepse është një vendim që ti duhet me marrë se s'ki çare. Ekskluzivisht në këtë dokumentar të kushtuar karrierës dhe jetës së Blona Qeretit, sqarohet se këngëtarja e martuar me Ganiun kishte qëndruar vetëm 2 muaj. Ajo po qëndronte pranë tij, por jo e lumtur nga se veten nuk e ndjente që të jetë një grua e martuar. Duke vrapuar pas ëndrrës së saj në tokën e premtuar, Qereti u shpërngur në Los Angeles dhe Ganiu po qëndronte në sarajet e tij në Dallas. Mosmarrëveshjet e shumta për mënyrën se si funksiononin çifti dhe largësia bën që të shuhet gjithçka mes tyre. Respekti, mirësia dhe vlerësimi maksimal ndaj njëri tjetrit asnjëherë nuk u diskutua. Leona vazhdon të flasë për ish bashkëshortin me fjalë superlative. Nëse një ditë këngëtarja do të mbetet shtatzëng, gjë të cilën ja premtoi vetes në vitin 2013, kur mendonte se quhesh nën. Vitin tjetër me kishin e tjetër. Dëshirë të padiskutuar kishte që babai i fëmijës së saj të jetë pikërisht ish bashkëshorti Gani Bardha. Okej, unë e kuptoj që më bën të lumtur muzika, po tek e fundit jeta nuk ka kuptim pa rivërtrirje, pa sjelljen e një geni të ri, pa përqimin e racës tënde dhe gjakut tënd në brezin e ri. Nuk e di kush do të jetë babai i fëmijës tim, sigurisht mund të jetë Gani, nuk e di çfarë fare. Thjesht nuk jam gati, unë ndihem 8 muaj e gjys shtatzan me këtë fëmijë që është tani bumin. Dhe deri në momentin që ky fëmijë do dali, unë nuk kam absolutisht kapacitet në trupin tim, në mendjen time, në zemrën time të mendoj për asgjë tjetër. Sot, ajo është e vetme dhe në mungesë të dikujt që ta doj, ta respektoj, para atë që është, pa e paragjykuar apo pa kërkuar më shumë se që ajo mund t'jap.
duhet të sigurohem me veten time që kur ta heq fustanin dhe këpucët dhe çantën dhe kur të shkoj të fle me bizhamat e mia, I want to make sure që unë jam person i mirë dhe që më pëlqen vetja dhe që unë jam e lumtur. Kush jam unë si person? S'ka lidhje fustani. Ka lidhje kur ti je pa fustan para pasqyrës, atë pëlqen vetja. Kur vetëm ti dhe pasqyra e di se çfarë ke bërë në jetën tënde. Dhe unë me shumë krenari mund ta them që shikojmë para pasqyrës time, jam shumë e lumtur për gjitha zgjedhjet e mia. Dhe kjo është një sfidë që unë do vdes dhe do ja dëshmoj të gjithëve. Vetëm që se vdes nesër nuk mundet. Po, ndoshta nëse më jepni edhe një 6 muaj, besoj dhe ja dëshmoj të gjithëve. Bleona Qereti është ajo artiste në shpirt e pame që funksionon si një makineri e programuar për të kryer detyrat që si qëllim i ka vënë vetes. E sharë, e në raste e injoruar, por gjithsesi se shumë e pëlqyer. Bleona vazhdon të çojë pluhur ngado që të shkon. Tash më ndërë që të